Zotë Rygova përmendet të Trepçën. Çka është problemi? Është problem politik apo ekonomik Trepça sipas jush? Momentalisht ne jemi duke punuar që të bëjmë hapjen e Trepçës, por mos harrojmë është një gjigant shumë i madh dhe duhet shikojmë mundësinë. Ideja jonë ishte që për momentin, qastin politik, një numër të klasës punëtore që ka mbetur nuk ka hyrë as në biznes privat, as në fushat e tjera, do t'ishte mirë që të filloj spari të kthehet një numër i punëtorëve, të relaksohet jeta politike dhe publike, pastaj të shikojmë vlefshmërinë apo rentabilitetin e Trepçës, ma vonë sa si do të punojmë, sepse është një gjigant që është me rëndësi për Kosovën dhe natyrisht edhe Unimiku edhe të tjerët e kemi në konsiderim dhe fjalët se ka investimet të huaja e tjera, to sipas raportit të sekretarit Anan, krejt prona që është në Kosovë është në mandatin e Unimikut, pra është pronë që s'mund të përzihet askush. Nëse dikush ka dhënë më parë përmes Beogradit ndonjë investim apo diçka me të cilat ka manipuluar, ne do t'i vlerësojmë dhe askuj nuk ja marrim dhe nuk ja marrim vleftën që ka dhënë, bile mund t'ja kthejmë edhe 5 fishe, 2 fishe tjera, por këto nuk janë pengesa. Prandaj së shpejti duhet të bëjmë diçka që të kthehet, të filloj Trepça të punojmë, ma vonë do ta vlerësojmë dhe çfarë statusi do të ketë në të ardhmen, por është shumë rëndësi të fillojë që njerëzit të ninë dhe të kthehen e të fillojnë jetën, mandej vlerësojmë dikush pension, dikush edhe vijnë gjeneratat e reja, minatorët një pjesë janë gati, prandaj duhet punojmë intensivisht në këtë drejtim dhe do ta relaksonte jetën e Mitrovicës. Sigurisht. Pikërisht zoti Kofi Annan dha një deklaratë këto ditë ose transmetuan mediumet tona se miniera e Trepçës është pronë serbe dhe deri në zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës, se duket nuk do të ketë zgjidhje për Trepçën. Jo, kursesi nuk është, unë nuk e di tash deklaratën, por në raportin që është dokument zyrtar me bazë cilit punon zoti Kushner dhe Unimiku, çdo pronësi që ka pasur Serbia përpara, unë i them Beogradi e tjera pushon, me atë ditë që ka marrë Unimiku në dorë. Prandaj unë po them s'është kurfar pronë, dhe ne e dim Beogradi nuk ka bërë asnjë hap as për veti në zhvillimin edhe në ekonominë e tregut, në ekonominë liberale e tjera. Prandaj këto janë lojra që kanë marrë para, sa ju kanë dashur para jo shumë mëdha të vogla, i kanë shfrytzuar dhe i kanë manipuluar edhe investitorët e jashtëm. Prandaj ju them investitorëve të jashtëm se ne do t'u kthejmë ato apo do t'i numërojmë si pjesë të investimeve në Kosovë dhe natyrisht fitimi i përbashkët ndahet dhe zhvillohet, prandaj këto nuk do t'jenë pengesë. Dhe qysh tash ne do të bëjmë përpjekje të filloj puna e Trepçës. Çështja e pronësisë është shumë e zgjidhur, shumë drejt e zgjidhur. Dhe atë që kemi thënë para 10 vjetësh e tjera kur kanë filluar konfiskimet e para masive të pasurisë shtetërore në Kosovë, nga Beogradi, kemi thënë se s'do t'i njohim, edhe shumë mirë dhe doli ajo që nuk njihen sot as nga bashkia ndërkombëtare, sepse është dihet ajo çfarë ka ndodhur.